dita numër 4. Unë kam bërë atë rutinën e përditshme që besoj se ndoj një video do t'ua tregoj. Kam quar ajlën në kopësht, kam marrë vendosa jashuna në gjumë edhe kam rregulluar dhe sallonin edhe pse ka nevojë për një fshirje sepse dje kemi vendosur pemën edhe ka nevojë për atje tek vendi pemës nga që ka dëbor është i bardhë, lëshon shumë nga ato edhe më duhet që ta pastroj. Por, me qënë se jashuna po flen, unë do bëj për të ngrënë, do besoj se do bëj një pjatin edhe do pi kafen, që akoma vazhdoj e blej, sepse është ngrohtë akoma edhe këtë Freddo espresso nuk e bëj dot të mirë, nuk më pëlqen fare si del. Kështu që besoj se ja dhe këti javë dhe pastaj do fillojmë sepse do fillojnë fshira edhe do filloj të freskohet goxha koha. Kështu, ndalova edhe pak në supermarket, mora kos edhe pjadina sepse më kishin mbaruar të dyja, edhe mora edhe këtë jastikun, sepse nuk kisha jastik të mirë për këtu të divanet. Unë në fakt doja këtë, doja dhe të kuq si ky, sepse e di që kishte tek ky supermarketi që vajta, por kishin mbaruar. Por të shoh kur të vete që të marr ajlën, do shoh dhe një herë tek i njëjti, por në vend tjetër. Që ta marr. Ja ta hap dhe ta vendos direkt. Është kaq i bukur, më duket se do fryhet pak vet, më duket, por është shumë i bukur dhe i madh. Edhe prandaj e mora, më duket kushtonte 8 euro e gjysmë, diçka e tillë. Por vendosa mos të marr vetëm kështu rrobë që të vendos në një jastik timin, sepse nuk po më pëlqenin se ato që pash, nuk më dukeshin shumë të bukura, ndërsa ky ka shumë sy. Edhe madhësinë e ka goxha të mirë. Ja si duket. Okej, po do keni dridhje tilla që duket. Është jasona që përplas disa gjëra që i kam dhënë. E hapa videon, nuk e di si do filmoj se grindet ky mistreci edhe do këtë mbajtjen e telefonit. Nuk më vjen dhe fjalët, domethënë kur hap kamerën nuk më vjen fjalët. Edhe doja t'ju tregoja diçka interesante që kam zbuluar sot në mëngjes. Ne nga që zgjohemi shpejt, që të bëjmë zbulojmë gjëra të reja që kemi në shtëpi, sepse jasona çohet që në orën 6. Kështu që duke rregulluar aty te dhoma ime, pash diçka te kutitë e advent kalendarit që kam hapur deri tani. Do t'ua tregoj. Unë i heq fare nga advent kalendari sepse nuk dua që të vëm lëmsh, nga që nuk mbaj mirë, sidomos në darkë që u hap kutit, nuk mbaj më të mirë ditën, datën edhe kështu kam më të kollaj, e kuptoj se te kush numër jam. I kam brenda akoma këto, që mos t'i humbas, dua t'i vendos diku. Këtu te kutia, përveç se këtyre figurave që është si pun puzzle, edhe këtej, ka diçka interesante. Ka një shkrim që është histori e diçkaje që ka lidhje me Krishtlindjen, që është tradicionale këtu në Greqi, sepse kjo firma është greke, më duket se ua thash, është prodhim këtu, kështu që për shembull numri 1 ka për melomakarona, që janë ato ëmbëlsirat me sherbet, që i bëjnë këtu që janë shumë të mira. Dajta. Dhe thot që historinë e këtyre që bëhen për sezonin e Krishtlindjeve, do ta them me pak fjalë. Edhe thot që emrin e ka marrë nga greqishtja e lashtë, që janë të bazuar në mjalt, nga që këto ëmbëlsirat bëhen me shumë mjalt. Dhe po, thotë që receta ka ndryshuar me kalimin e kohës, nuk është fiks identikja. Kjo e para. E dyta, unë nuk i kam lexuar të gjitha, por tani atë të melomacaronave kisha lexuar. Kjo e dyta thot për Christmas First Mass, sepse janë dhe anglisht.
Edhe kjo tjetra është për shikojeni emrin këtu. Më duhet që t'i lexoj më me vëmendje, po më lejon nga shona dhe kështu që është pak e vështirë për mua. Këto të tre, ndërsa numrin 4 do t'ua tregoj pastaj kur të hapim. Unë në fakt advent kalendari nuk do ta lë poshtë pemës sepse Aila është një fëmijë shumë kurioz edhe jam e sigurt që nuk do ta lejoj aty. Tani kam për të paketuar dhe advent kalendarin e Ailës. Unë kam një advent kalendar që fut gjërat, i kam blerë që vjet në Lidl, por nuk e përdora vjet. Kështu që pakon e parë kam vetëm për ta ngjitur sepse mbrëm nuk gjeta dot ngjitës direkt. Dhe nuk e di se po do ta përdor atë advent kalendarin, të shohim, apo do t'ja lë thjesht çdo ditë nga një pako aty, do shohim. Bëj pak ta? Ky është advent kalendari, është i pa hapur fare, por i ka shumë të vogla këto kutiza. Ja, është këtu. Po mendoj ta shes në vintit, sepse nuk kam për qa e dua. Ailes janë pak të mëdha këto gjërat që i kam bler. I kam bler libra, i kam bler, nuk janë të gjitha ditët, akoma si kam ashutur. I kam bler kështu crafts që të vizatoj, që të bëj gjëra të tilla, jo lodra koti që t'i mbaj 5 minuta dhe t'i hedhim poshtë. Për këto nuk kemi nevojë. Kështu që gjëra që Aila tani i ka qejf dhe për moshën e saj janë në rregull. Kështu që unë po i bëj disa foto dhe po e nxjerr në vintit. Po e shita mirë, po se shite, nuk ka problem. Thjesht i heqim nga shtëpia se përderisa nuk i përdorim, për çfarë t'i mbajmë këtu. Kisha harruar te makina dhe këto boçet që mblodha atë ditë, duket tek vlogmas numër 2, më duket. Dhe thash t'i vendos tek pema, sepse më duket pak si bosh, nuk e di, duket pak e çuditshme. Dhe do t'i vendos kështu thjesht, do t'i ngec, të rrinë kështu sikur. Tani më duket pak më mirë me këto. Ja. Kemi pak që kemi ardhur, si që pat ishim në park, pritëm burrin që erdhi nga puna, kështu që e pritëm pak sepse ishte pak larg, dhe aty afër me kopshtin është edhe parku, kështu që çova fëmijët atje të luanin, edhe pse Jasona nuk kam shumë që ta çoj sepse akoma nuk ecën edhe çdo gjë fut në gojë edhe nuk argëtohet shumë, por dhe nuk është një fëmijë që të rri dhe të shikoj, që të presi. Jo, nuk ashtu, do me patjetër që të lëviz. Dhe, si që po ju thoshja, që erdhëm në shtëpi pastaj me burrin, hëngrëm, nuk filmova fare se hëngrëm mish pule me zok, me patate në furrë edhe speca në furrë. Shumë e shishme. Edhe, po, Tani po rrim këtu me fëmijët. Kam akoma kafe në mëngjesit, sepse unë e bëj gjithë ditën kafe. Sa po vendosa Jasona në gjumë, është dark tani. Aila është akoma në kursin e kërcimit, tani e mbaron. Ka vajtur burri që ta marr. Përpara se të hapja advent kalendar, doja t'ju tregoja një produkt që kam zbuluar së fundmi. Është ky këtu, është feri, është për kuzhinën. Me këtë këtu mund të lash yndyrën tek tenxherja, mund të lash lavastoviljen, mund të lash dhe pjanurën ose sobën, nuk e di si e keni. Por unë kam larë shumë tenxheret, pjanurën nuk e lanë mirë, ndërsa tek tenxheret dhe për yndyrën është shumë e mira, e shkrin. Meqense sot kemi për zok dhe kemi pjekur pak, edhe me patate në furrë, shikoni se si e ka.
shkrirë të gjithë, ishte e gjitha me ndyrë dhe e ka shkrirë, më falni që po e tregoj kështu. Të ardhur Ajla dhe bërë dhe ajo rutinën e darkës të haj dhe të flër, do t'i laj enët, sepse nuk kam patur kohë, djali është shumë i ngjitur mbas me këto kohë, ndoshta nga që i dalin edhe dhëmbët, edhe nuk më lejon që t'i laj direkt. Kështu që po, doja t'ua tregoja me se zbën që ta provoni sepse është fantastik si ilaç. Mua më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë edhe nuk rri me minuta që të laj një tenxhere, ta fërkoj fort me tel, nuk ka nevojë fare. E lë këtë 5 minuta ose edhe më pak edhe e shkrin gjithë yndyrën edhe është fantastik. I bën nxit tenxheret. Tani do hapim advent kalendarin. Më duket se jemi tek numri 4 apo tek 5. Nuk e mbaj mend fare. Okej, të shikojmë, kemi 4. Këto kuti të gënjej janë kështu të mira në dha, por produktet pastaj janë shumë të vogla. Kam mbyll këtë me Terezi se prisha. Edhe ta heq para se të vijë Ajla sepse ajo bëhet shumë kurioze. Ka histori kjo? Jo, kjo nuk ka histori, vetëm 3 të parat paska. Ose nuk e di po kam të tjera. Nejse. Conditioner. Okej, ky që nga një conditioner. Nuk e di për çfarë lloj tipi fytyre. Uroj të jetë për të gjithë. Është me aloe vera. Ja ku është, po ta tregoj më nga afër. Do ta provoj edhe bile ta hapim që tani bashkë ta shikojmë. Shpejt e shpejt pa ardhur Ajla. Të shikojmë si është. Do ta lyj sot fytyrën me këtë. Unë kam porositur disa produkte koreane, nuk e di po ju kam thënë, se s'mbaj dhe më çfarë them. Edhe mezi po i pres, sepse në fakt unë shumë jam tek këto farmaceutiket, por hajde t'i provojmë dhe ato. Shikoni, ka një lloj ndriçimi mirë, më pëlqen. Edhe ai trupit, edhe ai kremi trupit që e kam përdorur pak. Sidomos tut e duar që e përdor, është fantastik, shumë fantastik, është shumë i buti edhe ka aromë goxha të mirë, nuk ka të keqe. Edhe kjo nuk ka shumë aromë, është gjë e mirë mos të kenë shumë parfum, sepse fragranca nuk është e mirë për lëkurën. Edhe, okej, nga dora me dorën bëm diferencë. Tani, unë do ta mbyll dhe për sot, uroj që t'ju ketë pëlqyer, po bëj të pamundurën, po të xhiroj, nuk e di po ju pëlqejnë këto xhirime, sepse këto janë ditët tona normale. Nuk mund të bëj diçka më shumë, sepse Ajla është në shkollë, burri është në punë, nuk mund të lëm punën, edhe kështu që unë po ju tregoj përditshmërinë time pak a shumë. Uroj që t'ju kenë pëlqyer, mos harroni që të bëni subscribe sepse më ndihmoni edhe më motivoni që të vazhdoj. Kështu që ne do të shihemi nesër. Natën e mirë.